الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Falënderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësinë dhe bekimet e tij qofshin profetin sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinatu tanfi shirariha. Medinja largon njerëzit e këqij. Ai ka bërë zot të tillë Medinën që ajo njerëzit e këqij nuk I marrin mrena. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. Abu Huraira radhiyallahu anhu thonë se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë jam urdhëruar që të emigroj tek një vend I cili do të jetë origjina e gjithë vendeve, pra nga aty do të nisë një civilizim I cili do të heqë botën. Ja thon emrin tani, ja thon emrin Yathrib, emri vjetër I Medinës. Po faktikisht ajo është El-Medinatu, qyteti I madh. Medinja largon njerëzit e këqij siç largon zjarri ndryshkun e hekurit. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon se një beduin erdhi për t'i dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të bëhej musliman. E ky beduini u smund në Medinë. Erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha pra u smund thotë zuri temperatura, pa patë temperaturë të madhe, si më thonë, në Medinë. I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o pejgamberi I Zotit, më liro të kthehem në vendin tim. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, erdhi herë tjetër. Më liro të kthehem në vendin tim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Erdhi për herë të tretë, tha pejgamberi I Zotit, më lejo të kthehem në vendin tim, se ky erdhi dhe I dha vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Islamin dhe për të qëndruar në Medinë, pra për emigrim. Herën e tretë I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna al-madinatu kal-kiri tanfi khabathaha wa yansa'u tibuha. Medinja është puna e zjarrit, largon të keqen dhe ndriçon ose jep shkëlqim të mirës. Pra kësaj jo këtu në Medinë thjesht ti po të jep vlerë, po të bën më të shkëlqyeshëm. Pasi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte qejf që ky njeri të largohej nga Medinja. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu tregon se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë innaha at-tayyibatu tanfi al-khabath kama tanfi an-naru khabath al-fidda. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu tregon se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë Medinja është vend I mirë, vend I bekuar, e largon të keqen siç largon zjarri pa pastërtim nga serma, nga argjendi, ke parasysh argjendi ose serma, se ka pa pastërtim të e shkrinj dhe pluhuri apo mineralet e tjera që mund të jenë shkrihen dhe mbetet argjendi. Kështu është edhe puna e Medinës. Fshin dhe pastron dhe largon dhe kullon të keqen siç kullon zjarri pa pastërtit nga argjendi. Pra kjo është nga le të themi mrekullitë apo mirësitë dhe nga bekimet që ka lënë I Madhi Zot në Medinën profetike, në Medinën e ndriçuar. Selamun alejkum wa rahmatullahi.